Klubi i futbollit Shiroka mbylli një vit të suksesshëm duke u konsideruar një surprizë për kampionatin kombëtar të kategorisë. Skuadra e drejtuar nga trajnerët Matias Tatangelo dhe Ardit Mani kryesoi për javë të tëra grupin A, ndërkohë që në mbyllje të fazës së parë së bashku me Sopotin e Librazhdit ndjekin nga pas beslidhjen e cila e mbylli vitin si kryesuese. Shiroka me këtë hap që ka hall është pothuajse i sigurt për pjesën e play-offit. Momentalisht jena në vendin e tretë, sepse në dy ekipet e para, si Sopoti dhe Beslidhja, kishin nga një ndeshje mangut, dhe ndoshta për momentin ne jena në vendin e tretë, por të them drejtën me pikë që kena, me lojën që kena bë, me cilësitë që kena tregu në kampionat, çdo gjë është e mujtën. Për zëvendës trajnerin Mani, suksesi i kësaj Shiroke vjen nga puna serioze e cila nis që në krye të klubit me presidentin Ergi Axhani për të vijuar edhe tek stafi teknik si dhe futbollistët në fushën e lojës. Në vijim, Mani bën të ditur se viti 2026 do të ketë lajme të tjera të mira për klubin Shiroka, të cilat do të bëhen të ditura pas datës 5 janar kur skuadra të rifillojë përgatitjet. Do të vlerësoj në maksimum edhe cilësitë njerëzore në rol parë dhe grupin shumë të mirë që ka ekipi Shirokës. Nuk mund të la për përmend si djemtëri, po ashtu edhe elitën e ekipit Shiroka, që të janë siç është Dibra, Vucaj, Drabeja, falin mos të harroj Ruçi, të thënë drejtën që janë një pjesë e pandamet e këtij ekipit për këtë kampionat. Për momentin presidenti Ergi bashkë me Visin normalisht janë duke bë punën më të mirë, jena në hulumtim me sipër, normalisht do ta diskutojmë, ne me 5 fillojmë dhe çdo gjë do të jetë me datën 5 e mbrapa, edhe informacionet do të jenë më të tepërta. Në mbyllje trajneri Mani përcjell edhe urimin për festën e fundvitit. Uroj gjithë familjen e madhe e Shiroka që të ecin me këto hapa. Uroj shëndet dhe marsi dhe normalisht kam kënaqësi që këtë urim bashkë me ju Gaci, i cili për mua jeni ndër bashkëpunëtorët më të afërt, Shkodrës ditë më të bukura dhe pse jo një vit të ri ku çdo gjë ashtu si Shiroka që dalin kampione, shpresoj edhe Vllaznia që të jetë kampione.